Përshëndetje të nderuar miq, do të flasim për protestën që u zhvillua në Hag, por edhe gjyqin, që nisi me seancën e parë të dëshmitarëve të mbrojtjes. I pari ishte James Rubin, ish zëdhënësi i Madeleine Albright, pra sekretares amerikane të shtetit për të gjitha këto çështje, që po ndiqen me një këshillim mjaft madhe, jo vetëm Kosovë, por në gjitha trevat tona. Do të flasim me zotin Hysni Kucati, kryetar i lëvizjes si organizatës së veteranëve të ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Zoti Kucati, përshëndetje dhe faleminderit shumë. Përshëndetje, faleminderit juve që keni gjetë kohë të thirrni. Unë më vjen keq që s'kam mujt përgjigja me kohë, po isha për rrugë dhe po sa erdha nga Belgjika, më rina në shtëpi. Kështu që faleminderit shumë. Faleminderit ju, keni pas ditë intensive sepse jeni marrë me organizimin e protestës, e cila doli përtej pritshmërive. Mbi 10.000 persona apo 13.000, një protest mjaft e madhe dhe mjaft e rëndësishme në një moment mjaft e rëndësishëm. Po është e vërtetë, unë duhet të vetënoj gjithë shqiptarët anë kënd botës ku gjenden në Mërgatë dhe gjithë vendet, sidomos Kosovën, Shqipërinë, shqiptarët Malzi dhe në Maqedoninë e Veriut, të cilët na bashkangjiten në një protestë madhështore ku vetë policia holandeze kanë pranuar që mbi 11.000 vetë kanë qenë të pranishëm. Unë isha në Evropë diku në 7 ditë ku kam bërë 9.000 kilometra rrugë në Evropë, në për qytete ndryshme për organizimin e një proteste madhështore dhe aja nuk dështoj. Dhe shqiptarët që jetojnë në Mërgatë dinë të tregojnë veten dhe dinë të punojnë shumë. Unë dua të falenderoj gjithë shqiptarët, po të më njëherë, pa dallim etnie, pa dallim ideologjie, pa dallim partie, pa dallim feje. Kështu që shqiptarët dinë të jenë një, dhe kështu dje shqiptarët të treguan në Den Haag që janë një dhe vetëm kanë një flamur aty, flamurin e Gjergj Kastrioti Skënderbeu. Zoti Kucati, ku mendoni, duke qenë se ju e njihni situatën mjaft mirë edhe brenda dhomave të specializuara, pra gjykatës, prokurorisë, mendoni do jetë ndikimi më shumë brenda apo tek sensibilizimi faktorit ndërkombëtar jashtë? Jo, unë mendoj më shumë ka qenë protestat t'i tregojmë ndërkombëtarëve dhe sensibilizimi që përmendet ti për jashtë. T'u tregojmë njerëzve që në atë gjykatë po një padrejti e madhe, po shkel disa rregullore të shumta që s'mund t'i numëroj tash sa shkelje ka në gjykatë brenda. Po Allah Zoti që tash kanë përmirësuar dhe kanë zbrit amerikanët në Hag sot dhe janë duke vëzhguar çdo proces pisur, janë duke vëzhguar amerikanët dhe janë duke bindur vetë se sa shkelje kanë bërë gjykata speciale. Ajo gjykata speciale ka bërë shkelje duke i arrestuar njerëzit pa faj dhe që 5 vite i mban aty brenda. Ish presidentin Hashim Thaçi, 2 kryetarë të kuvendit të Kosovës, Bacin Jakup dhe Kadri Veselin dhe generalin Recep Selimi. Edhe unë isha vetë në burg ato, kam vujt 4 vjet gjysmë kam vujt në burgur ato në gjykatën speciale. Unë jam liru që 1 vit e gjysmë, unë edhe Nasim Haradini. Kështu që gjykatë ka bërë shumë shkelje, shumë parregullsi të mëdha dhe nuk është sjell mirë me të burgosën, ka bërë shkelje të brenda të burgosë, ka bërë shkelje. Ju e dini rastin e fundit me një prokuror i cili ka punë si gardian dhe pa shpyer si prokuror dhe aja ka shkelje flagrante që mund të njohet nga gjithë ne. Pikërisht për rastin e fundit, unë kisha një komunikim që denoncoi edhe Thaçi, kisha një komunikim me zotin Haradinaj, i cili më foli për atë periudhën brenda, edhe për plasjet, edhe provokimet e këtij personi, pra roje si u bë prokuror. Po ju mund të tregoni ndonjë episod? Kur unë kam dalë për burg, me suri ky person nuk ka ndodhur një rast më herët. Një rast ka qenë një Gjoni i cili ka punuar në administratën publike, që më thëmë, mrena për mena. Dhe ai ka qenë administrator ato dhe në kohën e caktuar diku mrena 8 muajve e ka lëshuar punën e çantës së parfumit dhe ka shku gardian, ka qenë me nësëci amerikane. Edhe ato kemi po. Rasti i dytë nuk më kujtohet, unë nuk e di si ka punuar njeri ato, po ka gjasa që ka ardhur, mbasi jam liruar në Biburg dhe ka ardhur gardian ato dhe pi gardiani është bën prokuror. Po këtu gjykata speciale ka infiltruar njerëz, ka dosur të ketë infiltrime me njerëz brenda për mëna çantës parfumit që përgjoj, shqoj, apo ti përcjell dokumentacionet e tyne, ti kontrolloj gjitha senet, dhe kjo ndodh që kjo mund të jetë shumë më kallëshme kjo, apo më sigurt kjo punë që kanë bërë ata. Po kanë hasë në pengesat noja, nuk kanë mund të bëjnë asgjë, vetëm e kanë treguar fytyrën në vetë reale, tash Evropa apo mund vjen keq kjo gjykatë edhe Evropa nuk ja mor fytyrën. Se ne kemi menduar që në Evropë ka drejtësi dhe tash po del që aty s'ka drejtësi fare. Zoti Kucati, protesta është vetëm fillimi, do të vazhdojmë apo kjo ishte pika kulminante? Jo, unë kam bërë një protestë në Prishtinë, besoj e dini, mbi 47.000 policia kanë dalë, jo zyrtarisht më kanë treguar, mbi 47.000 vetë kanë qenë në Prishtinë.
ku edhe këtu duhet të venderoj qytetarët e Kosovës edhe qytetarët e Shqipërisë, Maqedonisë, Moldovës, të gjithë morën pjesë, kështu se erdhëm me autobusa mirë të organizuar. Dhe protestë pat një shumë të mëdha. Dhe tani ne vendosëm të samojmë edhe një protestë në Hag, tash që e majtë dje, e cila me rezultoi me shumë sukses, me një angazhim pashosh të gjithë mërgatës, edhe veteranëve që jetojnë në mërgat, po sidomos mërgatat që u bashkangjetën, punuan shumë, punuan afër 14 ditë punuan pa ndërprej. Unë kam punuar 7 ditë me ta dhe ata kanë punuar 14 ditë pa ndërprej fare. Dhe ato është me të rritë zemra, me të bu zemra malë, ku ishe gjithë situarët bashkum, si thash edhe në fillim, pa dalim feje, etnie, partije dhe pa dalim gavin. Unë thash fillim, mu zemra malë me është bërë ku kam bua flamurin e Skënderbevit dhe flamurin e UÇK-s duke valuar në Den Haag. Djetë Den Haag ka vënë Shqip, djetë Den Haag ka valu me flamurin tonë kombëtar. Dhe unë besoj si qytetarët tash do ta kuptojnë realitetin se ushtria që i dorë Kosovës nuk ka qenë ushtri kriminale. Ushtria që i dorë Kosovës ka luftuar, ne lufta na është imponu. Ne se kemi dashur luftën, ne besojnë një popull mboçi të shon luftoj. Dhe ne kemi luftuar ta shlojmë këtë popull nga hordhit çetnike paramilitare serbe, të cilët bënë masakra, vrasje, djegje, përdhunime, gjitha këto. Dhe sot fal gjoku ty në dëshmorë, fal luftës titanike të Adem Jasharit, Luan Ardini, Shkëlzeni, Serpe Azidi, Edmond Hoxha, ne sot jemi të lirë, që mos jes bosh dëshmorë, mos shkojmë me emra gjithë, se s'mund t'i përmendi. Kështu që ne sot jemi të lirë, unë besoj edhe bashkimi është afër me Shqipërinë, se ne jemi vëllezër, s'kem ku shkojmë, jemi të një gjoku dhe dinone, kështu që besoj shumë shpejt. Unë ty të falenderoj qytetarët e Shqipërisë, dje ka pas shumë. Tjeni të binëm, kam taku shumë, kam bu fotografi shumë me qytetarët e Shqipërisë, që më kanë befasu dhe më kanë lënë shpresë shumë të mëdha se edhe ata kanë vrejtë se ka lëviz puna për smari në gjykatën speciale dhe dhosh Zoti ta fsojmë bashkarisht dy shtete lirimin e tyre. Zoti Gucati, edhe dita e sotme ka qenë mjaft e rëndësishme, jo vetëm për faktin për ata që ju tha që zbritën amerikanët në Hag, dy përfaqësuesit që ndoqën procesin, por edhe James Rubin që dëshmoi. Mundet që kjo t'i jap një tjetër rrjedh pra gjyqit kjo dëshmi e tij? Sepse është zë amerikan, edhe i zë i fuqishëm, i rëndësishëm. Unë pajtoj këtu me ty që do të jap një rrjedh këtë ndryshe, do të kthehet këtë për smari. Edhe sot me dëshminë e James Rubini unë kam përcjell pjesë, s'kam mujt ta përcjell krejt. James Rubini sot ka qenë fenomenal. Jo pse ne po kem dëshirë të ashtu, po e ka kallzuar një realitet, e ka kallzuar një drejtësi tamam çka ka ndodhur në Kosovë, kush ka bu masakrën në Kosovë, kush ka qenë fajtori, dhe sot unë mendoj se është një fitore shumë e madhe për ushtrinë qytetarët të Kosovës me deklarata dhe dëshminë e James Rubini, që James Rubini asgjë nuk gënjeu. Vetëm e tregoj të vërtetën. Është një mik i madh shqiptarëve Amerika, po vetë ky zëdhënësi i Elbrajtit është një mik i madh i Washingtonit dhe i Kosovës, dhe gjithë shqiptarëve, se ne dimë amerikanë janë miq shqiptarëve. Unë besoj se do të ndryshojë për smari, do të ndryshojë për smiri. Shpresoj se amerikanët edhe anglezët ata do të japin dëshmitë në dalin të gjitha në shesh, aty të vërtetat dhe ju të merret gjykata speciale me disa shqipulca të cilët mojnë trupin Kosovë dhe kokën e Serbisë, apo me disa bashkëpunëtor tyne të Serbisë, apo me gjykata serbe, ne i dimë aty gjykata serbe gjitha janë kriminale, se kanë dënuar me qindra shqiptar në Jugosllavi, sistemi Jugosllav ku ka qenë, dhe masi ka ardhur Serbia dhe sa ka dënuar Serbia shqiptar, dhe ne nuk i besojmë gjykata serbe. E kjo gjykatë ka bu gabimin e madh, ku duke bashkëpunuar me gjykata serbe kundër shqiptarëve. Zoti Gucati, nga gjithë dëshmia që besoj e keni ndjekur plotësisht të James Rubin, çfarë i bëri më shumë përshtypje edhe tek prapaskena që tregoi, tek raporti me Thaçi, Njoja, por edhe tek Thelbi që ishin komandantë e zonave ata që jepnin urdhra dhe jo Thaçi atyre. Pra një 29 vjeçar. Po kjo është më e vërtetë që tha James Rubin, se ishin komandantë të cilët komandantët e ushtrisë nuk kanë kërkuar asgjë më shumë se pavarësia. Dhe Zoti Thaçi në atë kohë e çoi zërin e tyre në mend ku duhet ta çojë dhe i tha, unë kam marrë për një pavarësi, nëse unë s'kërkoj pavarësi, edhe Rubini tha me gojën e vete, atë është Thaçi duhet të shpot tradhtor. Po Hashim Thaçi kërkoi pavarësi, dhe Hashim Thaçi mojti fjalët edhe amerikanët, Albrighti mojti fjalën që edhe Zoti Thaçi në atë kohë që e premtoi që pavarësia do të jetë. Po ne nuk e dishum, po unë do të falenderoj edhe komandantët që kanë qenë kumbullës, duke mbështetur Zotin Thaçi, duke dhënë një forcë. Zoti Thaçi çoi fjalën e tyre aty ku duhet dëgjohet dhe duhet të ketë vëmendje. Dhe Zoti Thaçi arriti ato ta bëj dhe në fund ju dini e shpallën me pavarësinë shtetin ton 2008. Zoti Gucati, me që jemi tek ndërkombëtarët dhe bisedat atëherë, ju keni pas një takim me James Rubin ose personazhe të tjerë që do të dëshmojnë tani që janë në listë dhe çfarë mund të kujtoni nga ata?
Jo, unë do t'jem e raktu, nuk më pas takime, e di kush do t'jetë, se tash në pozicioni ma lejon, e di kush do t'jetë. Kanë dalë edhe në media. Po, e di kush do t'jetë, unë kam takimet e fundit me ambasador të 22 shteteve që më duke takuar, jem taku me zyrën e Bashkimit Evropian në Prishtinë, isha të mërkurën në Parlamentin e Evropës, ku takuar me disa eurodeputet, ja tregova dhe ju dhash në gjuhën angleze, vrejtjet tona dhe manësit ku i ka gjukata speciale, shkelit ku i ka bu gjukata speciale, unë dhash, dhe ai pritën shumë mirë. Unë kam takim nesër me ambasadën kroate dhe me ambasadën franceze, kam takim ditën e ejtje. Unë nuk do të ndalemi, do të kem takim me gjitha vendet, shumë shpejt do të takom edhe në Gjermani me disa deputet të Bundestagu Gjerman, të cilët janë mish të Kosovës, do të takom dhe ne do të ngrisim këtë çështje, se gjykata speciale ka bërë shkelje të mëdha dhe është duke punuar me gënjestra. Zoti Kusati, kam dhe diçka të fundit, nisur nga analizat dhe postimet në media, të një pjesë që mendojnë që me dëshminë e sotme të James Rubin, i cili tha që ishin komandantë e zonave ata që drejtonin Thaqin dhe jo e kundërta, ndoshta një pjesë pra mendojnë që mund të kemi edhe një moment për ta rishkruar historinë këtu me deheroizimin e Thaqit. Apo jo? Po Thaqi është historia vetë e kombit shqiptar apo e Kosovës. Thaqi është vetë edhe komandantët jo që kanë ndoshta dirigjojnë zotin Thaqi, po ata kanë kërku ato që na takon neve komandantët. Unë besoj se Thaqi thashë në fillim, Thaqi ka qenë bashkëpunuar me komandantët, se ka qenë në ilegalitet me gjithë ta. Thaqi gjithë kanë njohur se ka punuar me ta në vitet 90 deri në përfundim të luftës. Thaqi do ta rikthejnë historinë ashtu ku ishte. Ku kishim më herët, ku kishim historinë tamam të kombit tonë shqiptar, edhe të Kosovës dhe vutjen e qytetarëve të Kosovës, dhe me fitoren ashtu Thaqi në gjykatat e tjerëve, Kadri Veseli, Baci Jakub dhe Recep Selimi dhe të tjerët, ne do ta kthejmë historinë tonë të pasur ashtu si lutë se kemi pas, dhe ashtu Thaqi nuk besoj si do të dështon kjo, po të del triumfues si gjithmonë. Zoti Kusati, të falenderoj shumë. Edhe bashkohem me shpresën për atë që ju sapo thatë që fundi në dhjetor, në fillim vitit tjetër të jetë i lumtur. Unë du të falenderoj mas pari ty edhe emisionin juve dhe shikues të juve. Faleminderit që marrët mundësinë të jap një intervistë për juve. Unë do të i përshëndes gjithë ata burra, gra, fëmijë që morën pjesë në protestën madhështore nga gjitha viset shqiptare. Edhe ne falenderoj shumë për juve dhe dhash Zoti që mos mbajmë më protesta të tilla, po të mojmë vetëm për gëzime dhe për hare dhe për bashkim. Kështu që falenderoj shumë, respekt. Faleminderit shumë ju.